Djesh stota plan. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm në të gjithë shqiptarin. E dini forcën e zakonit e emisionit Flak Fare. Përshëndesim gjithë ata që na ndjekin në për diaspora. E di që gjithmonë do dali dikush për të përmend një shtet që unë nuk e kam përmend, është bërë një lojë tashmë te komentet. Përshëndesim edhe Turqinë, meqense na komentuar herën e kaluar, shqiptarët që jetojnë në Turqi. Është e sigurt që tek radhës do gjeni një shtet tjetër që nuk e kam përmend, megjithatë ju e dini. Përshëndesim gjithë kudo që ndodhen shqiptarët që na ndjekin pikërisht ndërmjet kanalit ton Hoje Media dhe të gjithë ata që janë sigurisht brenda Shqipërisë dhe Kosovës. Dua të falenderoj sponsorat e mi që ndodhen gjithmonë pranë nesh. Do ta nis me Argjendari Donaldo që jeni pranë qendrës Top Tani me oferta fantastike këtë periudhë dhe me disa dizajne të reja të cilat janë ja vlen për të vizituar. Sigurisht Bumbu, rumi më i ri në Shqipëri dhe në emisionin e Flak Fare, sallamet tona me shi dhe përbërës mrekullueshëm dhe sigurisht Juten. Thënë gjitha kjo, dua t'ju ftoj të gjithëve që mos harroni të na bëni follow në rrjetet tona sociale, Flak Fare, shumë e thjesht, Instagram, TikTok dhe Facebook dhe Hoje Media, mos harroni. Personazhi tashmë është një njeri i cili në fakt ka, ta them pa hiperbol fare, shkundur tërësisht kinematografinë shqiptare për mirë gjithmonë. Për shkak se ka sjell një film i cili praktikisht deri tani po thyen çfarë do lloj rekordit vendosur deri më tani. Bet fjalë për Fall 2 në fakt. Dhe i cili vjen si realizim, ideim, skenar, aktrim dhe me sa mora vesh jo regji. Për filmin e dytë, se tek Fall njëshim duke se ka qenë dhe regjia. Jo, edhe te Fall njëshi, edhe te Fall njëshi, do e mbaros. Marius Dervish ose Zebër Voki, në fakt, një përshëndetje. Si jeni? Mirë se erdhe në emisionin tuaj. Realisht është shumë e ndjerë dhe e thënë kjo kënaqësia sepse ju kam ndjekur. Edhe ju përgëzoj për stilin ndryshe të podcastit tuaj, ku e lam ne te pjesa e regjisë. Unë dhe te Falli 1 dhe te Falli 2 kam pas regjisor. Po çështja është me të dy regjisorët, unë kam pas një farë ide që normalisht pjesa e regjisë do jenë mendime të përbashkëta. Okay. Sepse duke qenë se unë e shkruaj vetë skenarin, berem vetë më organizimin e gjërave, më the thash, si e perceptoj unë një skenë nuk e percepton dot një regjisor jashtëm. Dhe kjo është, le të themi, një farë problemi në thojza, sepse nuk është se më kalon luksin që të marrë një regjisor dhe t'ja le fokusin 100% regjisorit. E qartë, e kuptoj. Kjo është, thënë me pak fjalë, ka marrë regjisor vlla vetëm për shkak të opinionit publik, që mos duket aty te titrat, vetë regjia, vetë skenari, vetë producent, vetë aktor kryesor. E qartë. Në fakt nuk është pak kjo që po bën ti dhe janë të rrallë individët që mund ta bëjmë. Sigurisht ne do të flasim për Fall 2-shin, për suksesin që ka, për pse ti mendon se ka këtë sukses, e të tjera me radhë. Megjithatë, mbase për një publik që, sidomos publiku i Flak Fare që mbase nuk njeh disa aspekte të jetës sënde, të flasim pak për ty, para se të flasim për Fall 2-shin. Unë di, dhe nuk dua ta bëj fare dramatike, se Flak Fare nuk është një emision dramatik me ato të qara, unë të ndoqja vetë. Është dhe ty, mos e thonë. Unë të ndoqja te Top Channel, që kishte një intervistë të ndjerë, ai që ka për qëllim që ti bëj njerëzit për të qarë, po ti nuk qave, nuk dorëzove Marius, i disiplinuar shumë je, i vetë kontrolluar. Qajin vetëm vlla, kur jam vetëm, domethënë kam një gjë, më thon drejtën, gjithë ato edhe nëna ime, madje edhe partnerja, gjithë njerëzit që kam afër, nuk e kanë pas kur luksin që të më shohin duke qarë. Jo, sepse është diçka që unë e mbroj shumë. E kupton, dhe nëse qaj vetëm kur jam në vetëm dhe normalisht kur jam në atë komunikimin tim spiritual me Zotin. Okay. Tu ndjej dobësinë time më të madhe edhe në lirinë time më të madhe. Atje përpara ti kthehesh vulnerabël, po themi, është i vetmi moment që ti lirohesh. Interesante. Nuk ka arsye tjera për shembull lot gëzimi për shembull. Ka ndonjë? Lot gëzimi jo, nuk është sepse jam atë të vjetrën unë që mos u gëzo shumë dhe mos u hidhro shumë. Duhet të jetë gjithmonë një balans midis tyre dyave, sepse duke u gëzuar shumë dashje pa dashje kalon një farë mendjemallësie, një farë arrogancë
arrogancë, ku di unë le të them, sepse fillon dhe i mendon gjërat shumë të hiperbolizuara, shi unë kam bërë këtë, arrita këtë, po kënaqem me këtë, kupton, do s'du kurrë që sepse si dhimbja, si lumturia në këtë botë janë të përkohshme. Sa filozofik, kujtove një shprehje të babait që thoshte mos merr kurr, mos premto kurr i gëzuar, mos merr kurr vendim i mërzitur. Kështu thoshte babai, diçka e tillë ose mund të gaboj. Është shumë e vënë faktikisht, sepse janë dehse të dy ato gjendjet emocionale. Mundohesh të jesh i kontrolluar pra. Mundohem, nuk është se e arri 100%, po mundohem në atë timën që le të themi të kem atë luksin që të ndjek këtë lloj parime. Okej, ti ke pasur, atë nisa të thoja që ke pasur një fëmijë të vështirë, sigurisht shumica e shqiptarëve ne kemi pasur një fëmijë të vështirë, vim nga një shtet i varfër, të gjithë kemi kaluar hallet dhe problemet tona, megjithatë ti ke pasur një eksperiencë mjaft ronditse, je plagosur kur ke qenë vetëm 2 vjeç, nëse zgaboj, një plagë, një traumë e cila të ka përndjekur gjithë jetën tënde. Dhe e ke akoma. Kam akoma, biles madje operacionin e fundit, në moshën 20 vjeç, kur bëra ndërhyrje në pjesën maksilofaciale, për rehabilitimin e novullës, e kisha mundësinë që ta mbuloj edhe shenjën e plumbit, e kupton? Po, dhe ajo është akoma. Edhe i thash doktorit jo. Le të jetë me mua gjithë jetën time, sepse duke pas këtë shenjë do kujtoj gjithmonë se kush jam. Sa do lart shkoj apo sa do poshtë shkoj. Domethënë në momentet që do jem poshtë, emocionalisht do kujtoj se çka kam vujt dhe se sa i fortë kam qenë për t'i kaluar këto dhe normalisht do fitoj optimizmin. Dhe nëse do arri të jem lart i suksesit, the tash, duke dash të veten nga minimalësia, të kujtoj se çka kam vujt për të arritur. A mendon kam pas dikur këtu Denis Taullaj është një stand-up comedian, shumë i zoti. Dhe tha që komedia vjen nga pjesët më të errta. Po pikërisht, ajo është, sepse ne nuk po ta marrim le të themi të bëjmë një krahasim të komedisë. Komedia që në gjithë më shumë është ajo kur ne le të themi qeshim me fatkeqësinë e tjetrit, më thojza, jo se e kemi shumë, sepse janë gjëra që, për shembull, te komeditë e mia un kam sjell goxha nuanca të kësaj natyre, për shembull, të gjërave që ne kemi kaluar mbi shpatulla, siç janë pjesët e peripecive të fshatit, të dashuritë të pamundura, pjesa e dramën pra. Dramën dhe besimin e këto bestytnit apo fallet që janë to fallxhore të mëdha. Unë kam përcjell në një konotacion komik, për të çka ky është le të themi një realitet që çdo kush prej nesh dikur e ka prekur pak a shumë. A të ka bërë ty si ke qefte të thras njëherë? Si duash ti? Marius Zebrvok, të dyat mijat janë, kështu që si ti je më rehat, sepse ka ca që më thon Zebrovski. Jo. Unë e kam problem, po mua nuk e di pse më pëlqen thras Marius. Më duket edhe më sikur të respektoj më shumë. Kam kohë që më pëlqen ta gjë më shpesh te Marius, sepse shumica po më thrasin Zebrvok kohë të fundit dhe më ka ngelë çfarë. E kuptoj. Jo, Marius do të thras, e vendosa. A ka qenë mendon drama e madhe e fëmijërisë tënde një arsye për të gjetur një mekanizëm shpëtimi ndërmjet humorit? Nuk ka qenë humori? Nuk mendoj shumë, të them drejtën, sepse nuk duhet që të duket sikur çdo gjë e lidh me besimin tim, po kjo është hak dhe normalisht duhet ta them se ka qenë besimi im ai që më ka dhënë forcë dhe të arri sot ku jam, se unë isha fëmijë dhe në familjen time nuk është se kam pas besimtar praktikant. Ishin besimtar me traditë. Musliman gjithmonë. Po. Edhe kam lexuar me gjithë respektin e mundshëm, kam lexuar dhe Biblën, kam lexuar dhe Kuranin, e kupton, normalisht janë libra që janë të zbritur për manuale për jetesën tonë të njerëzimit, e kupton, dhe nuk është se kam pas një profil të caktuar në fillim. Lexosha çdo lloj literature që të ishte me karakter besimin sot. Edhe kështu nisi, domethënë lexoja shumë, kërkoja të dija sepse kam qenë gjithmonë natyrë që isha overthinker në atë timën, jo overthinker në atë aspektin negativ gjës, po kërkoja gjithmonë një shkak. Aso jemi ne, kupton, po shkaku kush ishte, qysh tek, si u krijuam, si vazhdon, si funksionon edhe mundohesha me atë timën të zbërtheja mënyrën apo mekanizmin e jetës. Mendoj që Paske rrugtim të gjashëm, kur kisha Ahmet Kalan të ftuar, imamin, më tha që eksaktësisht kjo ishte arsyeja edhe e atij, nuk vinte nga një familje tradicionalisht shumë besimtare. Kam pas një gjyshe aty, një non që ishte në fshat, non Bia, unë duhet ta përmend sepse është hera parë që
më jepet mundësia dhe unë dilja dhe ruaj lopët aty në fshat. Kupton, isha fëmijë, klas 3, në Picall? Picall, po, fshati Picall. Edhe non bija e maj mend si sot që merrte libra besimi të fesë me vete dhe lexonte, tregonte ndonjë gjë kështu, atë mund linte pak ai kurioziteti, okay. Pavarësisht se ajo merrte libra për besimin, ndërsa unë merresha romane caktuara ndryshme, sepse kam pas lexuar realisht shumë. Ashtu ë? Po. Dhe mendoj që kjo ka dhënë atë bot kuptimin apo atë bagazhin për të kriju dhe për të shkruar skenare. Se imagjinoj do të duke të parë ty duke kullot lopët për shumë teksa arri dhe lexon për shumë një roman. Nuk e ke iden se çfarë bote ndryshe është të lexosh në natyrë, në ato tingut e këmbanave të deleve, apo ato qeni që lef, apo qoftë edhe ajo breshka në ferma të zhurmën tipike, sa janë gjithë to element që përforcojnë një shkrirje me natyrën, e kupton? Edhe thash, unë biles me shokët e mi, po diskutoja para ca ditësh, do të thash kam nostalgji për kohët kur lexoja në natyrë. Edhe nuk ka në asnjë lloj forme ku do të qofsha ndjesi më të këndshme se sa leximi në natyrë. Nuk e krahasoj me asnjë lloj gjëje. Do të thënë është një botë që ti përhumbesh në atë zhvillimin e romanit, në zhvillimin e ngjarjeve të fillon të jetosh brenda atij libri. Interesante, është sa bukur biseda. Por më harrua formatin. Ti e di si funksionon kjo? Nuk e di si ke marrëdhëniet me djegësit. Si ka mirë, pa hajde. Sakrificë. Je djali fort. Ne luajm nga më pak djegëse tek më shumë djegëse. Kush është më shumë djegësja? Jo, do të nisim nga më pak, aman. Jo, nga pak pra, kush është më shumë? Ajo është më shumë. Ktu e nisim. Okej, hajde. Nga e majta ime, nga djatha jote. Po. Kjo së dagje kjo. Jo më shajë. I hane i qik, dhe më. Po, tash pa tjetë në i 5 djekë hamë me gros. Origjina jote është nga Picalli, apo ke ndonjë origjinë më të vjetër, se kam dëgjuar që bën lloj dialekte që i kap shumë mirë. Faktikisht edhe unë vetë nuk e di origjinën time të vjetër, po më sa kemi pas pyet gjyshin, ekzistonin histori që mund të jemi nga veriu i Shqipërisë. Ekzistonin, po flas për origjinë 300-400 vjeçare. E kuptoj. Po 300 vjet e këtej jena në fshatin Picall. Shumica shqiptarëve kanë përshtypjen Marius duhet të jenë me origjinë nga veriu, domethënë. Po shumë jemi ne, domethënë Tirana, le të marrim Tiranën. Tirana mund të themi ka një pakicë të papërfillshme le të themi të numrit të banorëve që mund të kenë qenë autoktonë zonalisht, dhe mendoj që vetë si pozitë gjeografike është e përbërë me popullsinë, kështu që pa rëndësi ka apo po pa rëndësi po të gjithë një lloj jemi. Nuk e di se ka akoma sot njerëz që le të themi i profilizojnë gjërat veri jug Shqipëri e mesme. Vëlla, ka ndonë zotë diçka je ja për diçka je. Po sigurisht ka pak rëndësi. Veni joni është si Dibra, si Tirana, si Kuksi, si Shkodra, si Lushnja, si Firje, kupton? Aja është pjesë e Shqipërisë, po. Hajde ta Edhe Struk. Po patjetër. Po patjetër, montanët janë. Megjithatë, shkojmë pak tek një fakt interesant që unë kur e mora vesh më surprizoi realisht shumë, sepse unë kisha parë për shumë kohë në për rrjetet sociale më dilje përpara duke bërë këto skeçet e tua, këto mini shorts funny kështu. Ndërkohë që marr vesh që ti pas ke qenë oficer policie. Pse vendimi i të futurit polici duket i habitshëm? Shiko, unë kam pas qef që gjithmonë të jem në kontribut të komunitetit. Dhe këtë mundohem ta bëj në çdo lloj forme të mundshme. Qoftë nëpërmjet artit që përcjell, qoftë nëpërmjet profesionit që bëj. Domethënë, duke mos pas mundësi ti je një hero në vendin tat, vetëm do shohësh profesionet të cilat të profilizojnë si të tillë. Për te çka këtu janë ngatruar çik gjonat për shkak të mentalitetit, për shkak të historisë të errët që kanë profesionet caktuara, edhe do bëhen atë kur bandën e tjerë që realisht po punojmë një profesion të tillë me fistikëri dhe me dinjitet. Edhe kjo ka qenë ëndra ime fëmijërisë, kjo ka qenë. Si kur të rritem do isha o mjek ose punonjës policie. A mendon se mund të jetë një nga profesionet më të paragjykuara policia? Shumë. Deri diku me drejt. Ka arsye, ka raste. Për historisë që kemi mbi supe, por le të themi duket premtuese mënyra se si po ndryshojnë gjërat për mirë. Shpresojmë që të ndryshojnë. Në fakt ka plot individë dhe gjej unë rastin personalisht nuk e kam bërë ndonjëherë publikisht këtë gjë, po gjej rastin ti përshëndes plot çuna dhe goca që janë pjesë e forcave të policisë, të cilët praktikisht ndërmjet komplet rastësisë ka ndodhur që ti njoh
dhe më duke një individ me ideal, me shumë vlera dhe njerëz të jashtëzakonshëm. Pikërisht sepse tash janë ajo kategori që kemi fatin të kemi në radhët e policisë që janë ato që e bëjnë të punë me pasion dhe me dëshirë të mirë. Dhe për këtë vlen për t'u përgëzuar. Dhe të tillë njerëz ushtofshin në polici. Sepse në moment që ka dikush që është profesional, e ka pasion mbi të gjitha atë gjë, është vështirë që të bëjnë ato dallaveret e mëdha tash. Po që duhet të jemi optimist që shpresojmë që një ditë të përcillet ajo besimi te uniformat edhe te popullata. Po ne kemi të keqe por se dum na kanë përplas qoftë Covidi. Unë kam qenë vetë në kohën e Covidit që dilnim në rrugë me këto gjobat, maskam, Covidin. Ti je nga këta të krimit, ë? Unë kam qenë patrulla sa kohë, sa kisha filluar, domethënë. Patrullë? Po, isha patrullë. Ke me rrugor ti? Po, patrullë përgjithshme, jo rrugor. Patrullë përgjithshme, tash mos ishe nga ata me. Kam nejt pothuajse një vit aty patrullë edhe hasa pikërisht në periudhën që nuk duhet të hasesh akurr, sepse zdeshëm është një me Covidin me këto. Me Covidin. Kape futet ndonjërin. Po tani është pjesë e punës o burra, kupton? Pas ke fut, aman tashia si s'kem këtë që. Më vinte keq sepse më rastis edhe njerëz që m'njifshin ç'a bëja jashtë policisë. Normalisht unë me karrierën time, rrjetet sociale të parën kam nisë që në 2017. Edhe domosdoshmërisht isha i njohur si imazh. Edhe kur ndodhte që do bëja punën time, habiteshin njerëzit, thotë kur je bë më vëlla. A mendon se është kamerë fshet për shkak? Shumë herë. Biles me njërin pata konfrontim fizik, vetëm për këtë arsye. Çao, nuk e beson të gjithë vërtet. Tamu, jo, masi ndodhi gjëja që u sqaroi çështja tamu, po se disha më por zot tash se do bona ai kamerë fshet tha vlla. A kupton çfarë do i thuash, pse me drejt ishte ai, e kupton? Edhe, hajto. Për becë. Qofsha unë që jam. Si thon. Po i ke ngatruar keq më burr. I ke ngatruar shumë keq më burr. Janë pole kështu vlla. Dhe ri juk që s'kan asnjë të përbashkët. Po pra, dhe bukura, mos më harro salsën ore. Po, vazhdojmë. Dhe e dyta? Dhe e bukur është, po dhe e dyta. Dhe mbyta. Kalova keq, nuk është sa i djegse. Dhe e bukur është që ti s'ke bërë as film me jetën tregoj jetën tënde brenda policisë, po themi. Nuk është se ka ndonjë lidhje. Nuk mendoj se është momenti akoma që unë bëj një film me profil le të themi aksion apo dramë. Unë po duhet të ndërtoj publik. Duhet të njihem, le të themi, sa më gjerë, sa më të çdo shqiptar i mundshëm dhe kjo nuk arrin ndryshe vetëm me komedi plako. Apo është komedia ajo që të afron me njerëzit, është komedia ajo që të familjarizon me njerëzit. Dhe të bësh film aksion në Shqipëri është t'ia fusësh vetes. Sepse po e shohim me rezultatet e këtyre, unë nuk është se po themi Po pse është kaq e vështirë, Marius? Është e vështirë regjizorialisht? Jo, është kollaj e realizueshme, s'ka ndaj shkencë modhe. Po çështja është që publiku nuk është se e don. Është një profil. Po pse duam aksionet e huaja, për shembull, kinematografinë e filmave të huaj, kemi rastin për shembull në Marvelit ose që janë aksion komedi. Sepse do ti këtu me aksionin që bën do prekësh plag. Ne kemi shumë familje shqiptare që kanë vujt një aksident, një plagosje marmëzarri, një vrasje, një padrejtësi, më the tash, dhe duke e përcjellë në formën e dramës. Qa ka për të shijuar aty, është ndryshe komedia plako. Komedia për shembull shko tjetër dhe qesh dhe kur të mbaroj filmin pasi të ketë qesh mirë kupton dhe mesazhin, pastaj shif se ajo, shef ti ka pas Cila është më surreale, Marius, është krimi në realitet apo krimi fake i kinemas? Unë mendoj se krimi në realitet. Është më surreale, është më surreale. A ka ndodhur ndonjëherë diçka që shumë herë më burr. Po pse e thash? Shumë herë ka gjëra, kemi hasë gjëra në punë që nuk i kisha konceptuar kurrë. I kisha pa vetëm film. Sa të ka surprizuar, me thënë, ekstremi se ku mund të arrijë njeriu? Pafund. Ato që shikojmë në filma, ti që i ke jetuar të dyja, ne kemi parë filma me polica e tjera më radhë dhe i kemi komplet imagjinar, nuk i kemi të jetuara. A ndodhin vërtet? Shiko, është një botë e errët vëlla që më mirë mos ta njohë njeriu. E kupton, mos ta njohë atë anën e errët të njerëzve, mos ta njohë atë limitin se deri ku mund të arrijë një njeri për egon e vet, për dëshirat e veta apo për qëllimet e veta. Edhe me thënë drejtën, për mua ka qenë një super eksperiencë, sepse më ka bërë dhe më ka formuar si karakter. Edhe se shef më vëllai. Ke rrezikuar jetën ndonjëherë? Jo shumë herë. Jo çdo herë viktima, këtu kam kuptuar që jo gjithmonë viktima është viktimë dhe autori është autor. E kupton? Sepse janë gjëra që ndryshe pasqyrohen, ndryshe përcillen dhe ndryshe është e vërtetë.
Edhe kur hyn në zbërthejnë të histori, ngelesh i shokum, ato herët e para gjithmonë se normalisht policia kriminale është botë komplet ndryshe, se normalisht do hetosh krimin, do gjesh elementet që plotësojnë veprën penale, do hetosh mbi rastin edhe në moment që ti arrin ta zgjidhesh si rast apo të përballesh me të vërtetën, është shokuese për shemb. Nuk mund të jap detaje konkrete. Jo, mos më jep, ato janë dhe çështje profesionale, nuk mund të kërkoj. Sigurisht. Kështu. Pas ke rreziku dhe jetën, interesant. Po çdo ti me këto lero po. Shiko, un kam pikën që nëse diçka nuk të duket interesante bëhet ti të jetë e tillë, e kupton? Kështu që u shti ndonjëherë njerëz e tha, se bëj shaka. Fokusi im kryesor është ti mbrosh pra. Mbrosh sepse kam qenë vetë viktime një aksidenti me armë zjarri, kupton? Edhe ky ka qenë qëllimi im. Po që fatmirësisht nuk është se kam pas rreziqe që mund kem pas shkëmbime zjarri. Ja, qartë. As ka ndodhur nga këto. Jo. Shqyr. Tek e treta, Marius. Po. Shkëm ke treta. Po se na ikin këto, po se na humbet emocioni salsa. Po. Do gjinoj çik. Për sa goma s'u. Ore, lyen ti? Pa lyem më ja shqipe. Ata sheta efekti. E dha çik, ë? Mirë. Nga oficer policie, pastaj merr një tjetër para kam hyrë. Jo, jam i qartë, do të thënë ti nise një herë me ato, pastaj u bër oficer policie, pastaj vjen një tjetër e papritur, ti futesh në Big, futesh Big Brother. Një tjetër eksperiencë, sigurisht ti e ke ndarë aty informacionin që je oficer policie, mbaj mend atë momentin që ja u tregon dhe banorëve. Sot që e kujton si eksperiencë, dhe jenë në këto kushte që je, do ta kishe ribër si eksperiencë apo do kishe zgjedhur për jo? Jo në atë periudhë. Jo në atë periudhë, sepse i kam qenë fiks mas suksesit të filmit Falli 1. Falli. Edhe e mendova si katapult dhe gjë që rezultoi e tillë, patjetër, pavarësisht se qëndrimit tim jo të gjatë, le të themi në atë format. Po mendoj po të kisha hyrë në një periudhë më ndryshe të jetës time, do kisha pas tjetër fokus. Edhe kam hyrë me mendjen kështu. Thash, okay, po hy dhe sinqerisht, sepse gjithmonë pasi dështon dikush mundot gjej justifikime, ja, unë si fare, as më intereson fare gjej justifikime, po hyra më shumë për të bërë, le të them, për të marrë vëmendjen e mediave, se isha një treg që pash filmin Falli dhe thash, vëlla, ky film kur kanë shku kaq pa marketing. Imagjino çfarë mund bënte ky produkt po të kishte marketingun e këtyre producentave të tjerë që kanë lekun, kanë marketingun, kanë mediat pas vetes. Dhe me insistimin e shokëve dhe familjes hyra, sepse unë faktikisht me herën e parë unë kam qenë në Maqedoni në promovimin e filmit Falli. Marr telefonatën, oferta për të hyrë Big, thash unë nuk jam i interesuar për momentin, thash po gjithsesi do mbetemi në kontakt. Edhe vajza ishte shumë dashamirëse, do më tha, mendoje, unë do të kujtoj prap, kur të kthehesh, okay. Edhe hyra, për të vetëm arsye thash do rri dhe për Zotin e Madh, i thash edhe shokëve të mi dhe familjen, thash maksimumi që do rri aty është 2 javë deri maksimum 1 muaj. Pse? Sepse unë jam natyrë që jam rrit disi i pavarur, le të themi, dhe nuk është se bie fort konfront të rregullave që më vendosen përveç rregullave hyjnore dhe rregullave që i mbart ligji dhe shteti jon. Për rregullat e tjera nuk pyes, me thon drejtën. Edhe e kam vështirë që ta kufizoj veten brenda disa muajve të tash. E qartë. Dhe hy dhe përjetoj një emocion të madh sepse je gjithkohë i kompleksuar, më burse do rrish, po burse po nxjerr ndaj fjalë më shumë se ç'duhet, sa atë ka ajo lojë, aty një fjalë po nxorre, more fund, edhe unë kisha frikën se kjo që kisha arrit jashtë për një fjalë, për një veprim do më rrëzoj, sepse aty domosdoshmërisht je shumë i ekspozuar ndaj paragjykimeve, ndaj sulmeve, më the tash, edhe luajta safe. Luajta safe dhe shmangsha gjithmonë konfrontimet, debatet me tjerë, sepse thash zot mos i turp shumë ti? Jo, s'ka lidhje turpi. Si i turp? Ta them publikisht, e vetmi arsye pse i kam shmang këto lloj debatesh ka qenë përfshirje emocionale. Se thash përfshirje emocionale kujt? I merr seriozisht gjonat mia, se jam pak natyrë impulsive me të drejtën. Po, jo pak, po jam çik si shumë.
Sidomos kur ka padrejtësi gjëja, jam shumë edhe nuk llogarisja si gjë dhe mundosha që të rrisha në distancë vetëm që ta mësoja vetëm iden që çdo lloj gjëje që ndodhur nuk është personale. Edhe mundosha i shmangsha, i kaloj me sportivitet pa u afru në limit se thash të bëni skandal kot. E qartë. Bukur. E kuptuam dhe pjesën e Big Brotherit tek katra. Një isha mirë për ty. Dogji më. Shë di pse receptorët e mirë e thithin qik më vonesë të shihen e djegjes, po. Mirë, është shik? A kjo ka iko problem të tu s'pia s'do t'a thuj? Pijore. Po jo është s'ba, më kesh ujti. Pionët e pëjdo me vetës, ha? Jo, mund të freskoj. Nese, ka njerëz që i freskon për momentin, sigurisht nuk të shpëton. Apo jo, no? Po është një ndim për momentin, është një lloj freskimi. Nga kontrolli, megjithëse të kontrollit, se ti më sa po kuptoj, je natyrë që do të kesh shumë ato kontroll. Po nuk luaj me limitet e mia. E qartë. Nuk luaj, se di që jam natyrë pa parashikuar, i paparashikueshëm edhe pse me bobrollishe kot. Është si puna motorit, le të themi, që po hipën motor harron çdo lloj gjoja, kupton? E vetëm zgjidhesh mos i hipësh. Meqenëse jemi te motori, ti ke qef, me sa kuptoj, hobby, ke armët, i ke qef prej profesionit dhe motorat. Prap dy gjëra që janë deri diku konsiderohen të rrezikshme, po themi. Arm, motor, shpejtësi, adrenalin. Çdo gjë e rrezikshme me pak fjalë, sepse më kupton, më mundson të kuptoj rëndësinë e jetës. Çdo lloj gjëje që bëj. Më kupton? Sa më afër vdekjes, aq më shumë vlerëson jetën. Po patjetër, po të vdekshëm jemi të gjithë më valla. Më ndodhi mua aksidenti i fundit, isha në tasëm. Ta tregoj të histori para 3 muajsh. Po s'po që mbyte me në gjë. Jo, më çon mbyta, me motor po them. Isha në dasëm të çunit Dajës. Isha aty. Shefi adrenalina, dasmës, më thej thash, një moment humbas kontrollin edhe zvarr në asfalt. Kisha familjen mbrapa, gjithë fisin mbrapa. Ti pas ke kënaqur valla. Dasma, edhe rash, unë kam video. Po do ta tregoj ty për atë, po për kamerën atje, se s'është diçka për të treguar. Kam ra valla dhe në moment që kam ra jam ngret direkt. Pse çam ngreti? Vetëm ideja që mos përcjell këtë që ndodhi, mos ta përcjell te ato që po më shifshin mbrapa. Shi si aktoron, tha ndasmorët, shi çaktor që është, shi si i bën vetë. Greta vlla dhe mundohesha mos i lejoja që ta shijonin, ta kisha te shijen e hidhur të asaj aksidentit. Po sa do prap. Po çdo me motor më burr. Ja, si ndam dot. Më thonë. Madje nona ime sa është hera 3 që përplasëm me motor. E kam kalu këtë tretën të vërtetë. Valla kujdes tani. Tani bëj kujdes. Jo, e iku pra se treta vërteta isha, kështu që tretën e kalova. Ndonjëherë dele 4-ta vërtetë valla, kujdes. Mos e pa sigurisht, mos sa dal zoti. Larg. Edhe po televizor motorë vendosur. Me motorun edhe fatmirësisht më ka rujti modhi zot në të gjitha aksidentet, kanë qenë të frikshme për zotin, shumë të frikshme, po gjithmonë kam shpëtuar me dome minimale. Elhamdulillah. Edhe u përplasa para ca kohësh me motor edhe i thash mamit nuk e hyp me motorin, por ta shqetësoj çika kështu, edhe vetë kisha kap një far frikë një 2 ditore. 2 ditë zgjati, Po 2 ditë. Ditën e tretë, ditën e katërt kështu. E treta vërtetë. Po ditë sa me mamin thash a pim kafe, po është pallate, pim tha mami, thash si më natë plagë thash atë marr me motor ajo, typi mua. A çfarë them ty me non tha me të lëm pa motor, ty thash si me të lëm pa dur. Ta po shita kët pa superplasë tha, hiqe fare tha, digje tha, merr tjetër. Ai s'deso. Hyna pasaj të po scroll në internet. Gjeta një motor në Itali, i shumë i veçantë. Hera parë, me atë sebeb kam heq. Tani kam BMW X-ra 2023-shit. Sa i ke kap, sa i ke nxjerrë sa në pistë flasim gjithmonë. Në pistë, po, në pistë. Isha në Greqi, në Athinë. Në Ceres, në Athinë. Po, sa top speed, sa ka motor. Sa ka? 300 Shifra në internet atë. E mos, ai normalisht 320 sa do ta ketë apo ka me limitator. Ka një kulturë që e kam e respektoj fort që kur jam me pasagjer, po të më shofi dikush mua vetëm dhe në moment tjetër me pasagjer nuk më njeh. Thotë çka mundsi ti je. Sepse i përgjegjshëm. Shumë i përgjegjshëm. Se çta ksirat ka tjetri që për bullalliqet e mia të pësoj diçka. Edhe kështu domethënë. E të mërshme, qa bëni kështu, more, pse mor djalë, more, ti si merë dhe motora kështu thjesht si puna jo në një X-Max, kështu që lëviz për qytet më burë, ti merë nga këto, se e u quj motor dhe unë atë X-Maxin. Motor është pse pra, qa ka e, 250, marrë mjefto. Shna vrau, kujdes. Ashe, a fort jo?
Kujdes se na vrau. Se dërli. Nga kontrolli I realitetit që thua ti. Gjesh stota plako. Është shumë I sinqert ama. Po pse më rrejtë, po e duke si me speci kush. O, një shamie për ty. Ojnon, gjusha veni më ja. Zëtë për një më. Qa po është më, ama ne qa po është tu. O vlla ti filla. Nonin motor e 4-ta, imagjino me shkute e llojta sa janë. Ore, nga është kjo? Nga është ky aksenti që bëret? Ky aksenti ka qenë një video bërë viral, 2 persona që mblidhshin luleshtrydhe në mal anë nga besoj nga Malsi e Madhe ka qenë. Ojnon, që shaveni më jak. Zota për një më li. Qa bo është tu, ha? Ma ne qa bo është tu. Nonin motor sa ka veni orë të gjallë. A këpëton, kishin gjithmonë fjallën për luleshtrydhe. Kishte shumë, ha? Ore, ti, sa këshu krajina imiton edhe jug edhe veri, apo kemi shumë me gegun? Ku di gjauni me, pa, se si kam llogariti Elbasan. Pa. Elbasan e bën. Po unë në Elbasan kam ba shkollën. Ku shkolla kam ba universitetin në Elbasan, e shkoj në Elbasan I gjohet gjithë që banë frate qyshje, ke hang në I gja, në I bugace, në I mish me lang, në I pache kamësh. Po ti bën dhe Dibran? Po, o zi. E bëj, Dibranën po, më ato e qaj, po, ato tjera ti bëj, kejta. Qa bën përsh? Bën Vlorë? Vlorë, shiko. E kapamat! Shiko. Këto të veriut më duke sigur I nget më mirë këto keket. Di pse nuk e bëjnë? Jo. Është për shkak të një kolegu tim të mirë që bën filma. Për te gjithave kam mik të mirë, Dërlonin. Edhe nga që ai në filmat e tij ka fabul një personazh nga Vlora, edhe kam shmang të pjesën e Vlorës. Vetëm me vend për arsye se mos duket është sikur çfarë po bën Dërloni po bëj unë. Na, qartë. Po mirë, prit, se ishte shumë interesante kjo, do të sfidoj tani me këto dialektet. Po, hajde dialektet. Korçarin e bën. Po qartë thua Belala, qartë la fos bre. Unë e bëj të tëra edhe na Korça, edhe na Bilishti Belala. Po të vete atje në Bilishta, është me një kërkushe që unë e bëj Korçarën be. Ashtu? Po, Okej, Shkodër? Po Shkodër I tash ishën Shkodër, por ai një jovet si përcolla filmin falli 2 në kinema edhe I falenderoj ton Shkodëron nga zemra jem për gjithë simpatinë, mbështetjen që I ka dhënë atij filmit marr. Është mirë. Po Lezhën e bën? Po spediu nga Lezhë nuk e ndaj dot Lezhën me Shkodrën apo me këto. Nuk I ndan dot këtu deri aty, po. Ishim tali, Makina, më fal. Ja. Unë po pija kafe dhe kam gjurë krisur pam. Kam dalë me ne, kam shumë veçare, edhe kam dalë makina po vinte 4 meli për shkonte për Talja, punë të vete që ka shkon ka I, edhe unë kam gjurë krisur pam. Besoj se Tiranësin e ke thjesht fare se e ke tëndin dhe e ke bërë të gjithë filmin. Nuk është shumë edhe thjesht Tiranësa. Nuk është I thjesht Tiranësi? Sidomos personazhi I fatit që kam pasur në film. Po ti ke bërë katunar Tirana, apo jo? Katunar Tirana. Po gjithë katunat e Tiranës për shembull kanë një lloj, e kupton, sepse fati që themi është karakter që është shumë I trashë dhe shumë në atë natyrshmërinë e vet. Me që bonit e mirë, në me ku shkova unë e ty pash, unë këtë pa unë e të, I thash saj, sa e mirë që e kemi drejq mo, e kanë atë tendencë për të zgjatë. Zanoret, Zanoret. E në ku më tha muve, kjo sa leke ke bidon e gjumë shë ti. Tha që ba që gjohë mo sa ka qenë vjetë. Kanë edhe tendencë për të hongër dhe në gërmë në gjohë. Po pra, interesant. E në kur shkoj shbi, më më shë ba që muve, ku I numroj pare, dishin ca lek më hongër, të në këshurin me mo që ti bëri. Po mirë ma, atë mu ka mek me njërën. Ai nga ishte ai që thoshte u prish pilli, u dojq pilli që... Ai ka qenë nga një pjesë e veriut Shqipnis, edhe kanë shku, kur ka qenë ai aty kanë shku do mediat që e kanë marrë në intervist, masi ishte dëmtu pilli. Edhe një ai duke dhënë intervist për pillin, ajo gjoja u keq interpretu në publik edhe menun se për pillin me pije me pe me gjona ishte gjatë tjetër. Po unë e kam pas gjithmonë për pillin. Duhet të ruajtur. Për pill, që na duhet ta mbrem fort, me rujt fort, mos mu djeg pilli, se janë të fillu të na e prej pillin gjitha. Janë të hartoj nga jashtë,
po na rrafshen pillin. Kështu që dojni pillin, brojni pillin. Edhe mos lejoni me na prekush pillin se e kena gjon më të shtrejt. Po për këtë e kisha. E qartë. Okej. I bën vlla, i bën. Do të them muzikarin dhe muzikarin me siguri duhet ta bësh. Po vllai bëj çysh joja. Se tëra kur i hyet vlla mjaftoi që të rri me njërin unë ta shikoj shu ta ke ball për ball e gjoja është talent, është natyrale, është dhurat. Dhurat e thith direkt qysh. Ç'a thua ti? Herë vlla, qysh fuçat e kur më pyesi mua qysh e bën, po qysh e bën DJ-un e vlla, ashtu më vjen vetër. Nota 10, jemi te morë veten, shoh, morë veten. Po, hiku, harrua sikletë, pa do fillim, mos e fut foto, fillojmë këtë tjetër. Tani këtë muhabet kemi ne. Ora atë ka thënë njëri për shembull që këtu jemi në të pesa, të gjashta. 6. Atë ka thënë njëri që kjo është ide idiote për shembull. Pa fund më burr. Biles më ka qenë të më rraf lagu. Pse? Në fillimet e mia në rrjetet sociale, ishin ato 3-4 videot e para që imitosha unë. Ndërto ka qenë dhe njëri që ishte Erioni Alma të lutem, ktheu te kjo zomër që të donte gjithë shpirt. Alma, të lutem. Të ka modër ktheu te kjo zomër që të donte gjithë shpirt. Se mora vesh kur nga ishte ai tipi. Asun, ani nga anë e Jugor ishte po. Sarandiot ishte? Saranda, po. Alma të përgjëroj. Edhe bëj këtë video nu, se kush ja kishte tregu plagut. Kur më dhja plagu shtëpi gjithë nerva. Hajde këtu, qa ke po, shumë ke postu mërë ta dhe nga flisha mërë legën. Thash, po, është për artë mërë babë, shumë për komedi. Qërë artë e mërë? Thatë, pash motha që po video, tha, mos më prit shtëpi. Rregull thash. Imagjino, ishte 2 vjeç burra, kupton? Prap respekti ndaj plakut, te frika ndaj plakut janë dy gjona që nuk hiqen ndonjëherë, sa do rritesh. Po do këtu. Po ka rraqe të vogël, kështu ajo, po ka rraqe të vogël. Po do këtu plakut. Biles më ndodh tash në premierën e filmit Falli 2. Kisha plakun aty edhe. Po flisja për prezantimin e aktorëve. Fatkeqësisht Behar Mera nuk mundi të jetë në premierë dhe se kishte një hall familjar dhe unë çik emocionet, çik ajo ngarkesa e madhe, më thash edhe po ndërkohë që përmendja aktorët harrova Behar Merën. Kur ngret plaku i mes të premierës, o vlla, ishte aty këtë ftumit. O çuno! Po Behar Merën me bab, ku e leti tha? Gjela, thash, zoti shpërblet të bab, thash se mbon e njerë për zotin se tash jo se desha me lon, po ashtu u harro edhe i thash më shit gjithë, thash ja këtu thash merr kuptim shpreha plaku tash kur më thot atë kam bëun ty apo më ke boti mua. Tash diçka që unë gabova ma korrigjoj prap plakun. Dhe normalisht prindi, sado që ne rritemi është kontrolli kryesor që çdo fëmijë duhet ta ketë pavarësisht moshës. E drejt. Ja thash. Shkoj fol bukur. E harrove salcën duket. Desha me kalu. Me shtëpi. Unë mund të harroj, po Joni nuk harron kurr. Me sa kuptoj je njeri disiplinuar, si e ke ditën. Je tip përveç mëngjesit. Përveç mëngjesit. E do të mos mbjerë njeriu në qafë se nuk përgjigjesh. Jo, po nga se e mbyll natën vonë, le të themi 3. Je tip që punon, shkruan, merresh ideon natën. Zakonisht me skenaret po. Okej. Po edhe kur shkon skenarin për që çfarë ndaj film ose kështu, edhe nuk e di, është jo shumë atë natën me të drejtë. Është dhe më intime edhe më vetëm, ka më shumë qetësi nata. Pa. Edhe shoh. Më pëlqen të gjumi mëngjesit. Edhe kaq. Dhe shkojmë vetë tek 7-a. Unë nuk e di sa seder ke, po ti the që ke shumë. Po hajde se do të çoj, do pse kur e çoj ti mos ta çoj unë. Tallesh ti. Unë atë duhet kem konkurrencë face to face. Me janë ndjek neuronet. Me janë ndjek. Edhe unë ndonjëherë bëhem, le mos e pyet. Te falli. Po. Ne e dim tashmë, nuk duhet të flasësh kur. Ne e dim tashmë që ti ke 1, 2, 3, 4 si film. Po. Ke fall 2-shin. Ke seder 1, seder 2. Seder 2, fall 1, ky është fall 2-shi, i 4-ti. Çfarë të bën ty në një moment te seder 1, të thuash që unë do bëj një film? Atëherë, kisha janë 2 vjet përpecira në rrjetet sociale që bëja videofani, imitime, gjëra. Njerëzit e donin ato që unë bëja. Dhe nuk ngopesha. Nuk ngopesha me ato produktet e mia dhe gjithmonë eksperimentoja. Fillova me video me metrazh shkurtër, film me metrazh shkurtër, komedi prap. Derisa takoj një mik, Erilin Takun, është kameraman me profesion. Më tha, ore, pse nuk provoj të bësh një film? Tha, se shoh, kam pasur që je shumë. Thash, po ku kam unë mjetet e duhura, thash, legun, ne këtej dhe këtu Erlinin prezantoi me një dritë shkreta që është diopia i filmit tim sot e 4 filma.
Ndriti shumë optimist, shumë dashamirës të artit e pa, tha mu vlla, përgatiti skenarët do të ndihmojmë me çfarë lloj gjëje duhet. Kupton? Kështu domethënë për historia. I shkruaja skenarin e pa, i pëlqeu patjetër. Edhe kështu nisi Sedernisi. Nisi se u bë Sedernisi ashtu me cajume me lek borç, më tet tash. Myll doli u pëlqy. Kisha kinemaja mund të ishin të shitura diku të 8000 ca bileta për film parë për si ishin pak. Edhe pastaj postoj në YouTube. YouTube i shpërtheu, njerëzit kërkuan më shumë, unë fillova me Sedërtyshin, edhe ai po të njëjtat të ritme hesi, po pastaj te falli ishte diçka komplet ndryshe. Ishte një histori që le të themi u nisa nga aktualiteti, patjetër duke pa ato fallxhoret e artiktyre i manipulimit dhe i mashtrimit, dhe thash se mos sa përcjell si film, thash, nëse ndoshta për te komedisë njerëzit do kuptojnë, do reflektojnë që nuk ka zgjidhje, nuk ka hajër të gjona. Dhe çfarë më nguli më fort të më përforcoi den ishte një rast që takoj një grua në qendër me vajzën e vet, kishte ndjek 2 filmat e parë dhe më thotë, "Kene film rrallë?" Po thash do bëj film për fallxhore. A mos pas ka shku me një mire, me zi po e presë, të rësë mërë, në fund bisedës, tha mu, ore më qëra fjallet e fallxhore, tha mos jep në një fallxhore të mirë, tha se kush kam qenë, tha po s'po më bëndërman asnjë. Ngjera, thash, kjo është smunja e shekullit për ne shqiptarë, thash atë, duhet me bo film patjetër. E bona film, ja pash hajrin. Kështu. Je gati për salcën e 8, Marius? Ellës jam. Po si kështë bërë atër atë Genard Hajdini, po nuk e di të me si. Ja ku jemi, ba, gjonat mija, gjonat buka, ha? Bubuja, e diva. More shumë, amas a i do marrë unë, ja. Po qapo. Shoga. Asun se di që është ajo, da. Teta ishte kjo për nënta? E 8. Ja dole o trim, ja dole. Presh, për s'kam bjarë jo. Trim I mirë me shok shumë. Ore ti, që se harrova unë, ti e mban armë me vete do me thënë, je tipi pajisur kështu? Whenever I go. Si whenever you go, ku do ju shkon? Gjithmonë. Do të thotë që edhe... Me nga kurpive të Republikës, gjithmonë. Jashtë nuk le. Po, dakor, do me thënë që tani në emision një me armë ti? Normalitikisht, kur e menën. Nuk e armën më ble. Mos ja fuko. Ta të regoj për kamera, to, lesa të Nëzi vetëm qik nëzire, se nuk beson njëri. Po jo më bërë s'kanë nevoj më besu njëri. Jo, mos e nëzirë fare kështu vetëm. A duke dhe ty? Ku vete me armë, si me armë, pse e mban me armë? O vla, je quni më je flori o vla. Jemi ne këtu. Kemi shok, dum, fort qa do. Jemi ne këtu. Sa ardë keshe... Aty, për shumë mund tjetë në një të vjatë. Mund tjetë të mbo në një kërcënim. Por e më ka një 100.000 lek borç. Ma mirë mashtu, se mund përqeshe shumë vla. Unë jam... Tash mos e... Kur e kërkon, gjithmonë kjo armë që matë me vete është gjithmonë në kuadër dhe të nevojës që lindë për shkak të ligjit. E qartë, e kuptoj. Sepse unë mund të rasist një situatë flagrante sa dal nga studio juaj, se ti të më drejtë e thu, po unë e marr armën me vete, po s'do lej makina vlla, se mund ma vjedh edhe dikush, apo? Bravo, si ka qenë Ka fut blog o plak. Kush ka fut blog? Njoni por zotin e madh. Personazh publik? Tash emra është producent bën film. Jo producent s'është, po bën film. Po del filmi tash. Hapun kod në Instagram aty. Blog, s'mdilte. Shore thash, nosha kam adresa. Po pse për çfarë arsye se për se mora vesh për shkak të suksesit. Po se sa ajo ka qenë se ishte fiks 4 ditë, 5 ditë pas që dal filmi kino. Nëse suksesi i filmit, do me publiku e ka pritur në mënyrë të mrekullueshme, më thuaj si kanë prit kolegët, shokët, miq mediatik flas. Kush e di? Pse se di si ke face to face, më sy do të flasin fjalë më të bukura, bravo të qoftë, më the thash, po ku diun, sepse ma kanë support ke ndier, dashamirësi ke ndier, deri diku, nga disa pod, nga disa jo dhe çai kanë bërë për zotin, kush më ka hartë, sepse ishin disa individ nga futa nga bota e artit që ose fusha VIP-she, i kanë ftu 4 premiera filmi vlla. Hajde ti pari se erdhën se isha askushi. Okej. Hajde ti dyshi prapë se si isha dy. Hajde edhe ke treshi. Po tash edhe te filmi 4, po priti herë më vlla, unë nuk jam nevojtar që të pres nga fama këtyne dhe po presun story që do bëjnë tonë në kinema. Dhe ç'a bona? I majta shënim, kush nuk erdhi. Filani. Bam, unfollow. Për ç'a duhet të kemi? Dhe mos e kuptoj tash për ç'a nuk vjen tjetri vlla, sepse i shifsha në çdo premierë të filmave të tjerë të mundshëm shkonin, dhe jemi taku aty, te filmi im nuk vjen. A ke ndier që kjo mund të vi si pasojë paragjykimit të tipit që paragjykimi është jo më blago. Po. Është në vlerësim, se thotë ai, "Ha, pse ti shkoj aty unë të jap vëmendje nga vëmendja ime", e kupton?
Që s'ka qenë kur ky qëllimi, o vlla, se unë I quj njerëz cinik këto tash, sepse kur takojmë diku, bëjmë muhabet, rrim, na hecë muhabeti, e kupton, edhe kur unë të ftoj dhe diçka time, kur ti më fton diçka tatën, unë të vi dhe ti dhe imi s'm vjen ç'a I bie kjo. E drejt. Edhe më thon drejt jam përballë shpesh me këto paragjykime, apo ku po. Ky erdhi nga ferrat, doli nga ferrat, jo po film katonarësh, jo po film shumë. E kuptonte po. Dhe pranaj tash faleminderit madhit Zot që nuk më la dhe nuk I la luksin këtyre që të më tregojnë prapë me gisht. Ose gjeshin justifikime si gjetën te falli, që rastisi I heci. E qartë. Jo, po një herë është rasti. 2 Pa prit më burrë, herë rasti 2 edhe ti ke në YouTube Sedra ka 10 milion views. Sedra 2 ka pothuajse 6. 2.8 ka fallnjëshi. Na, e shohim kohë reale. 2.8 e ditë sigurt fallnjëshin që ka aq. Shpara e parë ishte 2.9. Ah, që ka çuar aq shpejt? Mrekulli. Një shamir. 2.9 milion. Bravo, që ka çuar, atë e mbaj mend ose thjesht kam fiksuar gabim, megjithatë tash më vjen keq sepse tash valla unë ndryshe nga I pjesë e mirë ty nuk kam ardhur në këtë profesion për të bërë lek, unë kam ardhur për të sjell art, për ndjekat pasionin tim, siç e bëj dhe në profesionin që jam, se dihet shumë mirë që sa është pagesa. Po. Dhe faleminderit Zot që në target jetën time nuk kam lekun. Po mirë, okay, dakord. Po ti lekun e mirë pret si pasojë si efekt. Patjetër, sepse duke ardhur lekun nga kjo gjoja unë kam mundësi të investoj te filmi tjetër, siç ngelat e falli 1, domethënë që bona falli 1, bona falli 2 pa asnjë lloj sponsori. Të qartë, nga lekët e fallnjëshit. Nga lekët e fallnjëshit. Por kot, unë nuk dua të ndërhyj, nuk kam qejf këto, po sa mund të kushtoj pak a shumë një produksion I tillë. Nuk po flas, nuk dua të të pyes për shifra eksakte. Ose një lapsus në një emision që jam shpreh dhe nuk kam qejf të shprehem me shifra të verbalizuar sepse tash ka qenë u bërë një ta pyetje sa kushton një film, dhe thash falli 2 më ka kushtuar 140.000 euro. Por 120. Dhe ishte lapsus nga ana ime, 140, thash kisha mundësi ta kisha ndryshuar. Dhe po e them këtu 120.000 euro plus minus, se po e them fix. Është diku te 117-118 me llogari fix. 120.000 euro. Po. Edhe 80%. Ti ke investuar 80% buxhetit tim. 80% buxhetit tënd. Po. Pra pak a shumë para që ke grumulluar nga fallnjëshi, po themi, ose nga kursimet e tua, shumë ambicioze më burr. Ishte bixhoz. Bixhoz all in komplet. Ishte bixhoz, po bixhoz halal, sepse ti po investosh diku që është E qartë, jo, e kuptoj, është risk I madh, domethënë kam përshtypjen të gjitha kursimet e tua ti hedhësh dhe sot jemi sikur se ti përmende 47.500 bileta. Afër 50.000 bileta vetëm deri tani me shumë mundësi në 2 javë. Me shumë mundësi ai, do të thënë sa kohë zakonisht transmetohen këto. Falli parë ngi netin kinema rreth 2 muaj gjys. Llogaritë, unë besoj dhe uroj që t'i kapi 100.000 bileta. Domethënë, te 100 do ishte perfekt, po. 100.000 do ishte perfekt, po puna është edhe nëse s'kapim 100.000, për mua mjafton vëlla që tregova që me punë dhe le të them me sinqeritet në atë që ti të bën, me shumë dashuri për atë që ti bën, arrish çdo gjë. A kupton? Sepse thash, unë s'kam pas asnjë lloj forme marketingu, vetëm Instagramin tim, rrjetet e mia sociale. Edhe çka ka qenë aksesi në rrjetet sociale. Jepi një duar trokitje, jepi një duar trokitje. Allah ta bëj Zoti. Bravo. Kush mendon se është Chelsea I fallit? Pse njerëzit e përqafojnë kaq shumë? Pse e pëlqejnë kaq shumë? Mendoj komedia. E qeshura dhe ajo nostalgjia që ka çdo njeri për origjinën, për fshatin. Janë situata reale, pra thuaj. Unë pak prisja më shumë nga falli, nga fallxorja, karakteri që të ngjisë, por puna është që po shoh që po dominon mbi të gjitha ajo nostalgjia për fshatin sesa ajo fabula e fallxores. Që duhet ne shqiptarët jemi shumë të lidhur me të kaluarën, me fshatin, me origjinën. Po. Edhe duhet jemi dhe krenar për të. Në momentin që e sjellim vëmendje. Fjalë më burr, unë kam futur te filmi jo më kot, është pjesë e karakterit, personazhit të fatit që është një moment ai që ka shit tokat e gjitha, ka vetën, ka filluar ndryshoj fasadën, po mrena po njësoj. Dhe është një moment dhe thot ka nevojë për një zgjidhje momentale, ai do të shmangë erën e parfumit që I ka lënë një femër, edhe I për mos tash kuptohet te gruaja, shkon dhe don të gjejë një zgjidhje se si ta shmangë erën e parfumit. Dhe tu menu, opa, I shkon mendja te kasolla e lopës. Kasolla e lopës dihet më me bakla, jashtëqitje aty dhe fshihet aty te kasolli, fat, edhe del aty dera. Kot nuk ka thoni moçmi, robi sa do nël të shkoj, katunin asnjëherë s'duhet ta harroj. Ja kupton, sa jep lidhe me këtë situatën banale, po do të them që mesazhi ky ishte, le të them, që realisht
Katuni është Ke ndonjë projekt tjetër tani pas? Unë kam pas një projekt që desha tani para fallit 2, ishte titulluar Hajdut në pension. Dhe kjo është një fabël e jashtëzakonshme, mendoj, po publiku e vendos gjithsesi. Bëhet fjalë për 3 pleqë pensionistë, të cilët janë të zhgënjur nga mënyra se si trajton shteti jon me pagesat e pensioneve, vonesat e pa shkak të pensioneve, dhe vendosin, duke mos pas asnjë gjë më humb, vendosin që të grabisin bankën. Që ka aksion komedi. Aksion komedi është një, me që isa i me reagoja pse s'bën aksion, tu ka momentin tani që t'rregoj me realisht nëpërmjet komedisë, patjetër, gjithmonë, një aksion të lezetshëm, fin dhe jo të egzageruar. E qartë. E bukur ka për të qenë, sigurt. Tash më. Kur filloni? Me shpresë të modit Zot në prill nisin xhirimet. Okej, që do të thot një 5-6 muaj besoj i doni. Nga fundi vitit 2026 i themi në kinema prapë. Po i them konkurrentit. Shëndeti. Jo, konkurrenti që ka bërë blog. Është çun apo gocë? Çun. Edhe shkon ndërmend, fillon gjë emri me Unë zute për mena se emrin e burr, po nuk e di valla, mua thash më ka shoku, se i kishte bë blog dhe mua edhe Mariana Kondit. Aktorës. Kam aktorën paktën apo. Hajde mirë unë, po. Ku dëgjon? Habita për zotin, se nuk kam qef që të marr. E qartë, asu. Boni ky blog, boni blog, e kupton, thjesht ishte një gjë e pa precedent, pa lidhje fare, thash, po ky. Me thënë vërtet asun s'kam qef që ti përmend kështu. Nëse nuk dua ta di. Ku jemi tash? Në Nënda? Te Nënda, si të duk? Mos më thuaj që shiko, ore. Ore aktor. Ore, zotën jam unë. Ktheja, tërgjë. Nga. Nuk bëj hire vllaj. Më ke lënë maj. Kush maja këtu? Kush maja pa kërë? Mos e dërli që je, Përveç dashurisë për filmin, dashurisë për Zotin, patjetër, dashurisë për filmin, për jetën. Ai e dashuruar, ti e ke mbajt jetën private tërësisht të mbytur. Nuk e dim, janë një lidhje si një lidhje. Shqyr Zotit, tash unë vetë e bëj të punë, është dhe ironike, faktikisht edhe kur vetë je disi ekspozum ndaj famës, ndaj vëmendjes në të tash, dhe persone që ke në krata kesh profil komplet ndryshe. Ke një person në krah? Po. Mrekullisht. Për gjithë ju që keni një person në krah dhe jeni dashuruar, ju të sjell një dhuratë speciale. Nëse doni të bëni nga data 9 gjithmonë shkurt, nëse doni të bëni një dhuratë për personin e zemrës, atëherë keni këste me 0% interes, dhe nëse doni të vizitoni spa ose dyqanet e luleve, atëherë për të qenë korrekt dhe mos të harroj, 50% ulje. 50% ulje për dyqan e lulesh dhe spa, kur paguan gjithmonë me MyJute. Kështu që mos nguroni, nxitoni, shkarkoni aplikacionin MyJute dhe bëni blerje me Jute. Thënë gjitha kjo, ne kemi një atë ke gjë vllai. E mbajti vllai. Pas ke gjë. Po. Tani, ne kemi traditë në Flak Fare që tregojmë një barselet. Do na tregosh ke ndonjë barselet? Kam shumë barseleta. Po çfarë mund të tregoj një për aktorët ose për policë, po për aktorët s'ka shumë, për policët. Për policë ka shumë, vlla. Unë ma bëj kolegë mu pësa, na ironizova, ti për fat keq atë ndiqe shumë më burë, këtu. Tu me, që të loj gjoj që thu, fop, bajro. Po, bëhet në rrjetet, që kemi këtë efekt, që ati bëjmë? Ishin 2 policët i prishet makina në rrugë. Do më thënë, jo i prishet makina, po duke ecë një rrugë ngushtë i kap tavani makinës në bordurë. Edhe vishin vërdall shkrej, çfarë ti bëjmë, mos ti bëjmë. Kalon një kalimtar. Dhe thot, çfarë keni thotë? Po thot na ka kap makina këtu, thot s'po nxjerrim dot. Thot po çfryeni gomën, thot edhe kaloni. Por ti shok thot, ne po thona na ka kap makina sipër, jo poshtë. Më mirë, okej, nuk ishte edhe e mirë. Bjeme, nuk ishte faqar. Jo, nuk ishte aqë atë mund ta kisha bërë dhe unë domethënë. Ashtu s'mund ta them unë vëlla, se normalisht do i mbroj kolegët e mi, unë shoh. Absolutisht. Kolegët e mi. Love you. Edhe unë kolegët e Mariusit, më love you jo, po që respect, guys. Ke hallë se hy në herë me sa fort kush edhe ta majnë men, Dhe konspiroj komplet. Mos ja merri për pas unë, ligji është i parapar për gjithë. Siç mora gjobun kur dola që më nxorrën tetë, shef më nxorrën me motor. Më nxorrën kur duhet bëj manovër.
Qa thua? Po mirë ta bën. Ç'do e, ç'a manovre bëre ti? Bëre ndonjë gjë të... Po 4 burse, unë kam hap një faqe time që s'kam follow dhe që mos ndikoj, mos të influencoj tek ndjekësit, e kupton? E kam ato shokët e mi, se di kush ka shok, ato është ai best prem që më ka çu videon atje. Edhe thash okay, më nxorën videon, polici me motor, shikoj ç'a bën. Thash qetësoni njerëz, thash se do gjobitem të unë siç është gjobit çdo qytetar i mundshëm për këtë lloj shkelje. Shkova mora gjobën, ja çova prap me foto redaksisë, tash postojnë tash dhe të kuptojnë njerëzit që dhe të lejnë gjumë rahat tash edhe policë gjobiten. Kur gjobiten policë atëherë nuk kam asnjë lloj shpresë, çuna nuk kam asnjë lloj respekti. Ligji barabar për mjekët, e ke parasysh për ju kam gjithsesi, se nuk i dietër, dikush mund të ta vlerësoj. Bëj shaka. A ka diçka që dohet ta shtojë në këtë emision dhe unë nuk të pyeta këtë, gjithmonë se pyeta. Ka diçka që ti dohet ta prekë dhe unë nuk të pyeta. Se pyetje tjera s'të bëj tani. Nga këto me spece, ke parasysh nga këto kod fare. Po pyetje ç'o duhesh. Jo, nuk pyes, nga këto me spece nuk pyes asgjë, se e respektoj ftuarin. E mo për filmin, për gjë, diçka që harruam, të përmendim aktorët, Behar Mera, Mariana Kondi, po ekipin. Po, kjo do ishte perfekt për shembull, sepse është haku atyre njerëzve që kanë punuar në atë projekt dhe janë lodhur realisht, siç është po filloj me Behar Merën, sepse është personi që më ka nejt më afër, patjetër dhe Mariana Kondi, më thon drejtën, nuk di ti ndaj të dy, po prapë te Behari kanë pa një lloj interesi të vazhdueshëm me shkretje, merrte 1-2 hamarjo si pesën filmi, domethënë imagjino edhe pas u bë filmi, dolin kinema dhe rrim pyet çdo ditë, si shkoi rezultati sot, a je i kënaq, si ka hec, edhe kjo jo se bëhet në kuadër të ndaj interesi, thjesht sepse thjesht bëhet të shoh që është për dashamirësi. Dhe Mariana Kondi, po njëjtë, pastaj vazhdon me aktorë të tjerë, Margent Çaushi, Selma Bakalli, Joana Karaj, Arber Xhamali, Vani Skënderi etj. Për mos harru personazhin më të ri Tikun, që është performuar nga Kledi Sheu. Është një personazh që është shumë i pëlqyer nga publiku. Te Falli 2. Okej. Është surpriza e Fallit. Si po presa shoh valla. Edhe këto, pastaj stafi teknik, mi desha t'i falenderoj, me që e bëu kështu si dasëm, desha t'i falenderoj për gjithë për pjesëmarrjen, më the tash. Për të çakas. Çdo kush që ka punuar për këtë projekt, halal i shoh derisa ballit. Sepse është punë kolektive, kjo është sukses i gjithëve. Edhe si shpërblet momenti që ka dhe sukses është kënaqësi e madhe. Kemi finalen. Qin? Lojtën? Lojtën. Lojta është... Ore, cili është personazhi që imiton më mirë ti? Kam burë, unë kam me sezoni, unë kam shu personazhe sezoni. Për shembull tash jam fiksu me atë që personazhi i Pillit, edhe ajo që është një telefonat që thot Alo, jam nga Bulqiza. Kam qenë bje në emision aty, që e Flak Fare, edhe ki quni aty në emision e tha mu që kur folë, na duhet me shiju këtë specat pikantë. Edhe të provun ato, jo vetëm që vuni flaka, po m'doli në timi. Tash ti, bëjmë të shku kjo a funi, të t'i qonë. E lidhe mirë. Kjo është salse trafikantësh me kufjen e vesh. Po, plago e lyva shumë, plago. Anullotet, apo edhe herë nga parë. Hajde mos e përpjet trimo pyeti. Last one, e funit. E funit e vërteta. Përballove shumë mirë, E funit e vërteta. Që kemi tolerancë shqipërisë. Hajde. Po thash do digjet ti do bëjmë gjë. Kur s'kam hongër kur pikante në jetë. Po si ka mundësi të përballove kaq shpejt? Po çfarë të bëj setra? Do gjë. Doq, mos ma bizi stresi, di çfarë bën te stresi. Po, ma ke kafu. Na gaju direkt. Me të kalon të tire, si pelikan, pa e prek fare, çfarë ndodhi plaku? Du pak jepi. Çfarë do? Pak zemër, hajde, opa. E kush kërse na plonin, kush kërse na plonin. Do që ka i lako? Jepi me ushqim, ndihmoj me ushqim da. Nuk shu e ndihmoj, në shpërvëllim fare. A thuja dola? Ja dole, ndihmoj ja dole, po përvëllova dhe vetë. Ju mje betë që erë që kujtoni dhe bëndesën nga kanë lëmë, pas dole fare nga kanë lëmë. Pa drita, pa uj, pa plera, Si pushon goja në akrime. E kalon ti e ke këta. Po qa ti be, unë e dua se s'bente tani. E ka kjo e përdor humorin për të kaluar halët e A me ati shanë regullë në qimi? Shishi s'dorëzohet e kalon. Nuk e dze.
Po Loti. Loti rrjedh nga syri, kur ti se shikon atë. Do çiko. Po të dirësi dhe balli, vllai. Lot nga balli. A si shprej e thot na shkoj djerë sa në ulluk. Ta ngra me sy, vlla. Duke se kaloj, ha? Mirëm, jam zverdha, jam skuqa, që duke? Jo, për të zver nuk u zver edhe shkur, për ma që mund të skuqesh. Por realisht ishe mirë. Hyn tek lista e Kur e mjë emisionin e vlla, që tani tifusit tas kosat e përjashta. Po si solla duhet të filloj të sjell kosën e emisionin, ndihmon shumë. Kosi është zile. Kosi është shumë mirë. Prim po e merr veten. Ndërkohë që Mariusi po e merr veten, unë duhet të falenderoj edhe një herë sponsorat e mi. Produkte e mrekullueshme nga Tona. Salcice, kremvice, salam, prosciutto, crudo e tjera me radhë, shumë llojshmëri produktesh. Duhet të falenderoj Bumbun, që ndodhet gjithmonë me ne, gëzuar gjithë juve që na ndiqni. Duhet të falenderoj Prita Pimo. Duhet të falenderoj gjithashtu Juten që ndodhet gjithmonë pranë nesh me ofertat fantastike, prandaj shkarkoni aplikacionin dhe sigurisht duhet të falenderoj edhe Argjendari Donaldo, e cila kujdeset gjithmonë për dhuratat e të ftuarve të mi. Në rastin konkret kam një për Mariusin. Plago, ti për te këtyre sponsorëve, duhet të fush sponsor edhe në klinikë mjekësore, në urgjencë, vllai se me këto speca shtorti. Atëherë, ftojmë intermedik. Spitalin gjerman, ku diun di. Kjo është dhuratë, kjo është falas. Dhurata ime jo. Ajo është dhuratë për ty, po. Faleminderit. Mund ta hapësh kur mund ta hapësh, do të thënë kur duhesh. Është plot ama, se më ka gjëra brenda, kam provuar, kemi vërtetuar. Domethënë kjo faleminderit shumë për dhuratën, por do kisha vlerësuar shumë më shumë po të kishte sjellë tas kost tash. Tas kost nuk kemi për momentin. Përveç e vetmja gjë që kam për ty për momentin është sinqerisht, nuk është se është vështirë këto, se do mos mendoj një pjesë unë për veten beton, valla, që ai kisha menuar thash, ja, mos as besoj të jetë e vërtetë, kupton, mund të jetë diçka sa për lojë. Jo, janë. Më fal që të kam vlerësuar, valla. Të lutem. Më vjen keq. Dua të të falenderoj ty këtë kam për momentin përveç kosit, dua të të falenderoj për faktin që pranove sfidën, që erdhe, ndave eksperiencën e jetës tënde dhe sigurisht të uroj, zotë, më ka përvoluar, të uroj shumë suksese në gjithë shka bën dhe edhe pse jo të të falenderoj për faktin që jep alternativa shumë të mira, shumë cilësore njerëzve për t'u argëtuar. Është një element shumë i rëndësishëm i jetës njerëzore, pikërisht edhe kinematografia. E vetmja gjë që na mungon sot është të qeshim. Sa vjen dhe shohim në përditshmëri, shohim njerëz që qeshin pak dhe vuajnë shumë, kështu që hajde tani të qeshim shumë dhe të vuajmë pak. Atëherë faleminderit që i dhuron njerëzve buzëqeshje. Unë do ta shikoj me patjetër dhe do të jap përshtypjet e mia me mesazh, reviewt. Miq, siç e do dhe zakoni, falenderoj edhe juve patjetër që na ndiqni, na bëni follow në të gjitha rrjetet tona sociale, mos harroni, na ndihmoni shumë për të vjuar për të prodhuar content, nëse na bëni follow tek Hoje Media. Duke juruar një natë mirë, miru takofshim putatën e radhës.